Dyshojmë ka trajtu me kunatën, se kishtë lidhje di shumë me kunatën ai. Nga kunata vazhdoi dhuna vazhdojnë problemet. Ka për nëpërmjet telefonit të fol. Edhe i kam thënë si pse të merr ty dhe nuk më merr mua në telefon. Ka net një muj ditë, ka net ke kunata ndurës nuk ka kë shtëpia. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një nën. Ajo quhet Majlinda Hoxha dhe është nëna e 4 fëmijëve. Por fatkeqësisht djalin e parë, atë që e bëri nën për herë të parë, ajo nuk mundi dot të arriste, pasi u dhënua nga babai i fëmijës së saj kur ishte 17-18 vjeç, pa mbushur 18 vjeç. Një vajzë e vogël e cila u largua në orët e vona të natës nga shtëpia e burrit dhe e la djalin aty. Nga ai moment ajo s'mundi dot më të takonte, por mbi të gjitha ish partneri i Majlindës në atë kohë, Nazmiu, e çoi fëmijën në një hetimore dhe fëmia u birësua. Kjo nën sot do rrëfej jetën e saj të dhimbshme që kaloi në familjen e Nazmiut, por dhe humbjen e të birit të saj Kristiani, por dhe rrugëtimin që ajo mori pas shumë viteve drejt shtetit italian, ku gjeti dhe adresën ku ishte birësuar djali i saj dhe ku jetonte. Por çfarë ndodhi do të jetë pikërisht Majlinda që ditën e sotme do e rrëfej këtu në live me Odetën. Kështu që hap dritaren dhe e përshëndes me njerë. Majlinda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Si je? Mirë, jemi ti. Ne të dyja kemi folur dhe ti ke një problem që ende se ke zgjidhur. Po. Unë dua që ditën e sotme të flas me ty hapur, si një nën me një nën, për të më treguar të gjithë sikletet e tua. Po. Po. Me sa di unë ti ke një fëmijë që e ke lënë në Itali. Po. Atëre, e dashur Majlinda, do më tregosh çfarë ka ndodhur me fëmijën tënd, unë dua ta dëgjoj këtë histori. Po, me fëmijën tim, Odeta, ka ndodhur që e kanë marrë një çift italian që e kanë birësuar. Ti në atë kohë jetoje në Itali? Jo, nuk jetoj në Itali, unë jetoj në Shqipëri. Por marrë efekt të historitë. E qendra birësimit e kanë marrë në Gjirokastër. Por pse ti e le fëmijën në jetimore? Nuk e kam lënë një jetimore fëmijën, ma ka marrë gjykata e Burrelit fëmijën, ma kanë marrë me fjalë. A djenin time ka qenë gjyqi të u bë gjyqi se kush do ta mate fëmijën, po me ata prezenca nuk më kanë njoftu kur fëmijën e kanë marrë, e kanë çu atje në Gjirokastër. E dashur Majlinda, ju keni qenë martuar me kë person? Jo, unë nuk e kam marrë me rëmbim personin. Si quhesh? Nazmin Leva. Atëherë sa vjeç ke qenë ti kur je njohur me Nazmiun? Unë kam qenë 16. Shumë e vogël, ke ikur me rëmbim nga shtëpia? Po. Ka ndodhur si histori që unë e kam marrë me rëmbim kretë një vit i kam prunë jetë, kretë 9 muaj i kam prunë jetë një fëmijë. Të ka marrë ai me rëmbim ty? Vazhdojnë problemet e dhunës, dhuna vite nga një tradhti, masi nuk u bëj pa mund se sa munda u mundova të rri vetë për hatri djalit, se unë e kuptoshe se nga vedhune, se unë kur kom shkuaj kom denoncu në policit Burrelit, e kom të nxime me fotografi syrin. E dashur Majlinda, ti në moshën 16 vjeçare u njohe me Nazmiun në Burrel dhe ike me rëmbim, nuk donte familja që ti të martohesh me këtë person? Nuk donte familja, se familja babi nuk donte që njiste se nuk ishin familje përshtatshëm për jetën time. Në momenti që ti ike me rëmbim me familjen tënde, pate kontakte? Jo, s'kam pas kontakte. Masi ka nothë gjithë shka, jam për plas ke babi prap, edhe babi nuk më ka pranu për një kohë si në shpëri. Kom net këdaje, masi kom net
Këdaj e mrapa më ka morë babi, se kishte gjyshin, ishte mentaliteti që nuk do të më kanë të shtëpi. Por çfarë ndodhi me bashkëtesën tënde 1 vjeçare me Nazmiun? Ti sa vajte nusë o përballe me dhunën? Po, mas një kohë si ju përballa me dhunë. Por për çfarë të dhunonte? Ti 16 vjeç, ai sa vjeç ishte në ato kohë? Ai ka qenë 23 vjeç. Edhe ai i ri ka qenë, por për çfarë të ka dhunuar? Po na fuqin nga tresën shtëpi, na fuqin shkaku bon, kunota më shumë ta që ai pa t'ik një kohë në greflie dhe kunotën merrte në telefon, e kapën nëpërmjet telefonit të fol, edhe aty vazhdoi më shumë të vazhdoi nga kunota, vazhdoi dhuna e vazhdon problemet. Por ç'lidhje kishte kunata me jetën tënde dhe të Nazmiut në ato kohë? Po e pra, qështu, mu atëherë ishe re, mu i mashe fëmijët asaj, rrishe u cilëshe mirë me ta. Si mi shpima, si mi kunat, ishte ndëme, jo, po, si të nja ishe ma e re, unë cilëshe pak ma mirë me ta. Qartë, ti po më tregon se kunata ka qenë shkaku i konflikteve mes teje dhe Nazmiut. Për zotën e vetë, ai vetëm karë për Greqie, ka net 1 muj ditë, ka net ke kunata ndurës, nuk karë kë shpija, une i thash ish vjerri që ai karë të ka net ndurës, unë kam o dhvinë kë shpija se ka fëmin me mu, edhe ai vetëm karë nga Durrësi, mas i ka shku ish vjerri, e tje kartë në karafe ma ka bon syën blëzë zez. Se kunata di, i kishte thonë kunata se ajo ka arma, jem ka këshnu me armë. Por kunata... Ne vetëm pa prit ka ardhë, ka hemre në shpi, ka qenë ora 8 darkës, 9 darkës, vjerrin e ish vjerën, ishte thirë kunati, për se ki shpin pak distancë me kunatin për me fëll në telefon me gocën e me djalin që kishin ato në Angli, edhe vetëm ka fut mrena në shpi, djali ka qenë tu pa televizor në fund dhomës, unë kam qenë ullë në divan, vetëm ka ardhë, ka hap derën, ka kap për flokës kështu, nga ullë poshtë ku fleshe me djalin ishte guzhinë dhe dhom fletje për mu, edhe vetëm kap për plas kokën për murin, thote ku e ke pistoletën, se ishte i fry që unë kam pistolet, unë e kam përshnu kunatën me pistolet. Faktikisht u tregojt vërtetën, debat e kam pas me kunatën, se e kam kap në telefon edhe i kam thonë si pse të merë ty dhe nuk më merë mu në telefon? Ç'lidhje ke ti me fol me ato për para meje? Po kunatën kjo ishte nusja e vllajt? Po. Apo motra e burrit? Nusja e vllajt. Aty kisha debate me kunatën, edhe u grejt nga shtëpia ku jetoshëm, hiku në shtëpinë Durrës me qera. Po tani se po më shokon ti mua. A i vinte nga Greqia dhe vinte të shtëpia kunatës, flinte atje dhe nuk flinte me ty? Një muj, ka shku babaj vetë atje, e i ka bo babaj vetë, i ka bo kërsnime si të vishke shtëpia se kelon një fëmijë dhe një gru kelon aty, të vishke shtëpia. Edhe më qëto momende, po në ditë që ardhem karafem ka qitë për shtëpia. I ta shumë Linda, po tani të duash më shumë kunatën, se gruan? Pra të shty, kështu nuk dhe historia ime. Por çfarë, ti ke dyshuar sa i të ka tradhtuar me kunatën? O deda, aj edhe fëmin ka nis, fëmin e ka kap për lireku, ka nis të hedhin nga dritarja. Sa herë që unë kishe debate me ta, mirë mu si isha unë në fëmi, si më rafim dhunon të sa herë, po fëmin e vetë. Se ka të faktu fëmin, se është fëmija i vetë. Si e ka babaj, e hetë për dritarje fëmin e vetë, për me lirek. E da shumë Linda, ati i ke me rëmbim, do të thot ju dashuruat vetë me njëri tjetrin. Po.
Por si humbi kjo dashuri? Po, dyshoj që më ka trajtuar me kunatën, se kishte lidhje shumë nuk kishte lidhje shumë me kunatën ai. Por vllai si reagonte? Ai kuptoi diçka që s'është e rëndë? Ishte vllai, ishte i smur. I sëmur me se? I smur nga trumut ishte vllai. Por ti çfarë mesazhesh i kape kunatës në telefon që burri juaj ja kishte dërguar që ti fillove të dyshoje? Më kanë telefonin, numrin që kisha unë, numrin e telefon tim, e kapa telefonin e saj, hapa, thash alo, ai sa ngjoj zonë tim, traka me telefonin. Por kur ti ishe me Nazmiun, ja kishe shprehur këto shqetësime që nuk të pëlqente që ai vinte nga ja Greqia dhe rrinte më shumë me kunatën sa me gruan, ja kishe thënë Nazmiut këto? Jo, nuk ja kishe shprehur, dita se ishte shumë i dhunshëm dhe zguxoshe të folshe unë. Aty nuk guxoshe të folshe, vetëm kur nuk kam duru dhunë si kam shku në gjukat, mrapa kam fol lirisht, se nuk guxoshe se sa të folshe unë rrifte muaj. Sa qëndrove ti me Nazmiun? Po kam qëndru rreth 2 vjet. Në këto 2 vite ai vetëm të ka dhunuar? Po. Por babai ti si reagonte, se tani është e rëndë, të vi djali nga Greqia, ta lërnuse në shtëpi dhe të vetenusja e vllajt. Edhe për babain e tij ka qenë e rëndë. Babai nuk e donte atë, reagonte mirë se unë një vit me babain dhe me nanën nita, nuk nita me ata. Ai reagonte mirë, ai për mua shkoi atje në Durrës dhe i tha hajde ke shtëpia. Por pas 2 viteve ti vendose ta ndaje. Po. E dashur Majlinda, gjatë këtyre 2 viteve ti kontakte me nënën dhe babain tënd nuk ishe? Jo, unë kishe, po kishe mi fjalë kështu në shef, pas me armën taku babim, nuk do të ta merrte vesh gjyshin. Pse, gjyshi nuk pranonte që ti të ktheheshe në shtëpi? Jo, s'pranonte gjyshi, se ishte mentaliteti që s'mund pranote gjyshi. E dashur Majlinda, por pas 2 viteve ti vendose të ndaheshe me Nazmiun. Po. Çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose ta ndaje përfundimisht dhe kishe një djalë që ishte 1 vjeç në ato kohë? Po vendosa atë se s'mund ta duroshe më dhunën, se kur kom shku për me enda, unë ishte enzime këtu komplet. Edhe djali kishte patë mërë, se djali ishte i rritë, djali më kishte dhunu në prezencën e djalit. Djali nuk e njifte se kush është babi vetë, po djali bërtite. Atë natë, bërtite djali, për kokën time, e ke gjithë shka të vërtet, me ka dhunu në prezencë të djalit, mrena në dhomë ka qenë djali, një ndër mashe djalin, një ndër mashe kokën time kështu, një në krah kishe djalin. Të të betohen, nuk të gënjej as një fjalë. Në fakt ta nuk janë burra që bëjnë të lloj veprime që rrajnë gratë e tyre përpara fëmijëve. Kjo është shumë e rëndë. Borrelit, të betohen e ke në gjukat Borrelit, syn tim me fotografi, e ke që tu të nxjinj syn tim. E dashur Majlinda, por vjerri, ish vjerri dhe ish vjera si reaguan atë natë, se ti me ata jetoje? Ata e dëgjuan që ai po të dhunonte? Nuk i kam dëgjuar dhe se ato ka ardhë kunati tjetër, djali kunati dhe i ka morë hajti se u gërko, se kam një gocë në Angli dhe një qumë në Angli, hajti se u gërkojnë ato për me fëllë në telefon. Unë kishe bo darken e teme dhe i priqe që ato të vishin të hashin dark, e kishe bo darken gati, i priqe që të vishin të hashin dark, e ishe të pa televizor. Me djali ishte të lujtë në fund domës, e qartë. Lunte aty afër televizorit, ishe unë të pa televizor. Unë vetëm ka gërshit dera pram jashtë, 2 termoshpallët ka hapatane, vetëm ka mërë hof mu, ka për floksh edhe ka mërë djalin, më ka shu poshtë edhe më ka raf poshtë. Por Zisë, zjoku për hënsh,
Po për çfarë të dhunoi? Për çfarë të dhunoi atë ditë? Çfarë ndodhi atë ditë që ai të dhunoi? Po pse, po nuk ndodhi kur gjama dhe vetëm sepse unë i kishte thënë ish vjerri tim që unë më kishin thënë mu katonarët e mi që ka ardhur pri Greqie, ka ardhur se fillon lojnë atë olimpike në Selenike dhe i kapën policia, ka ardhur pri Greqie, por rrin Durrës. E qartë, e kuptova. Kishim një lloj miqësie, aty në katon kishim një lloj miqësie, si katonarët e mi kishin boshin me këtë ishku natën time dhe i dishin gjojat katonarët atje në Burrel. E dashu Majlinda, por çfarë ndodhi? Pasi ai të dhunoi, ti që atë natë njoftove policin apo ditën tjetër në mëngjes? Jo, atë natë, një fjalë kam hik kebabi. Kam hik kebabi, edhe kam njoftu babin, i kam thënë babit si kështu më ndodhi puna, edhe më ka qu babi për të njoftu policinë. Dhe më pas çfarë ndodhi? Ai u ndalua nga policia. Jo, nuk u ndalu, erdhen policia për me gërku, hiku, vum shef policisë, vetëm kur e ka thirr policia, kur e ka thirr gjykata ka ardhur. Nuk e kanë ka policia ata. A u dënua, bëri burg Nazmiu për dhunën e ushtruar? Jo, nuk u dënu për dhunë, nuk u dënu. Por çfarë ndodhi pas asaj dite? Ti ike te babai me djalin e vogël, çfarë ndodhi? Si vazhdoi jeta jote? Jo, une e lash djalin, neta deri ka ora 3 natës, neta jashta, me djalin në krah, heka bluzën, heka trikën time, neta në kanatierën, edhe suplova djalin, e majta djalin në orën 3 natës, e majta, edhe ata ishin me armë, unë i shifsha ata se ishin trip. Kush ishte? Edhe une isha nërsim me djalin. Ishte si film, jeta ka vazhdu. Une kishte më shirë djalin qëtu, ato kanë hem për me fletë gjumë, se kishin frikë se diçka do të nodhin si hiku, si e qitëm për shpik, diçka do të nodhin, kishin frikë. Edhe kanë he ato të fletë gjumë, edhe unë për morë djalin, se s'kishe ku të shkoshe me gjithë djalin. Edhe ma këm lanë djalin mu në kedera. Po si e le djalin vetëm një vjeç tek dera? Po lejnë djalin nuk e dera, se nuk kishe ku të shkoshe, nuk e kishe, s'kishe ku mu përplas, ku dhe ta qushe djalin, mu s'u shkoshe, as ke shpija ime, ke babi s'u shkoshe me djalin. E dashu Majlinda, ti atë natë njoftove babain, ishe me babain tënë që vajte në polici, djalin pse nuk e mori me vete, po e le natën tek dera? Jo, e las natën ke dera, se nuk e kishe, ishte një kështu se kishin një konflikt të deta, nuk kishe ku ta qoshe djalin, se kishe një konflikt se ishte gjaja ranë, kjo që na ndodhi. Po ti ku shkove vetë më pas? Qa ndodhi me ty? Hika ke babi. Por edhe djalin e meri me vete tek babi? Jo, nuk kishe ku ta qushe ke babi djali, se e kishe gjishi shumë prap, nuk e dishe se si të përfundote edhe jeta ime. Por kjo quhet braktisje, dashu Majlinda. Çfarë do lloj ngjarje, Majlinda, që mund të jetë, çfarë do lloj situate që mund të ketë ndodhur, të dhunoj burri, përfundove në rrugë, fakti që ti djalin e ke lënë tek dera e shtëpisë së burrit, në orët e vona të natës dhe veti e larguar, kjo quhet braktisje. O deta, ishte e kom lënë se ishte vetë baba i vetë aty mrena në shtëpi. Ishte mrena në shtëpi. Nuk e kom lënë për me hikë, se e kom marrë 2 vjetu djalin dhe po ta kishe lënë do ta kishe lënë dhe nuk do të kishe njët me prit ato me artaj për Greqie. Nuk dua të paragjykoj. Nuk jam as ngushi që të paragjykoj ty. Thjesht ishe
pa e mush o deda 18 vjeç dhe nuk e kishe të sigurt jetën time se si do të përfundonte jeta ime, se s'kishe mbështetje as ke prindrit nga ona ime, as knej ku shkova e përfundova si rash ngërmi kret, si më thanë, dhe se disha se po të shkoj dhe përfundoj. As me djalë, as pa djalë, në sikur të merë që djalin. E qartë, por çfarë ndodhi më pas? Ti shkove te babai, djalin e mori i ati. E mori Nazmiu. Po, me kthen mu e mori i ati djalin e pash, nita prap e pash, se dëli e mori se isha në rësin. Hika me vrap, duke kështu që aj mos botën e ndiqka të keqen mu, edhe pash se e mori djalin edhe u sigurova se djalin e mori e futi mrena. Sa ka qenë ora, nëse të kujtohet? Ka qenë ora 2 e natës. 2 e natës, kur ti e ke lënë djalin tek dera dhe ke pritur në errësirë derisa babai ta marri. Po, atëherë kam shku ke babin, i me drejtu në polici, ka shku policia, nuk e kanë morë me e futën Burgas hiq, më kanë kthe mu për 3 net në banes me djalin. Ti u ktheve sërish te Nazmiu? Po, më kthe në policia, se u zdesha të ktheshe ma. Dhe çfarë ndodhi? Si vazhdoi jeta jote? Atëherë vazhdoi seanca gjyqësore në Burrel, edhe mur babin telefon u hap lajmi se çfarë ndodhi, edhe ka ardhur daja. Ka ardhur daim, ka ardhur Burrel me herë, ne ka thënë daim si çfarë dësit kështu si me lindët dhe ta morën ke shtëpia ime. Po, dhe nisi procedura e divorcit. Ta qoj me gjithë fëmijë, po ma lindët dhe ta morën ke, se kishte në daim, kishte familjen e vetë. Po ma lindët nuk e laj, dhe ta morën ke shtëpia ime, sa daim. Dhe ty të mori dajua? Po, në majti një 9 muaj daja në Tiranë, derisa se gjishi ishte smunë edhe derisa gjishin drejjet, mrapa mur babi direkt. Pasi vdiq gjyshi. Por në momentin që ti jetove tek daja, djalin kush kujdesej? Nazmiu? Po, nana ti se ka net 4 vjet djali, ka net në një 2 vjet, ka net një 2 vjet mrapa djali aty, me nanën e me babën e ati. Me ish vjerrin dhe ish vjerrën tuaj, e kanë rritur e janë kujdesur ata. Po. E da shumë ju bët procesin e divorcit? Undat? Ishte gjukata të bë letrat për divorcin. Po, nuk kishim divorcin. Isha në moshën 18 vjeç, nuk lejohet të bëshim. A, nuk ishe bërë martesë ligjore, ke të drejtë, ishe 16 vjeç kur. Po, e qartë, po. Ishe në proces gjyqësor për shkak të dhunës që ishte ushtruar tek ty. Po. Vazhdoj. As nuk e dënun, as i ngjon, sepse ai kaloi gjëjat me lekë deta. Sa i kishte punu në Greqi, ai i kaloi me lekë. Ata gjyqin e letrat e gjyqit e djalit me ma qu sa ma larkën Gjirokastër e mrapa nuk në fund gjyqit nuk më vun dhe një hiq se ku hiku djalin. Por ti, kur ike nga shtëpia e Nazmiu dhe jetove tek daja 9 muaj dhe më pasur i ktheve te babai jot, djalin atë kohë te Nazmiu ishte? Po. A shkoi e takoi djalin tënd? Jo, nuk leshin djalin, nuk leshin me dal për shtëpia, nuk leshin djalin me taku. Kush nuk ta linte djalin të takoje? Nuk e linte vjera, ish vjeria, se leshin me taku, se kishte thonë, mos vinë të mani mrenë, mos ketë me po djalin. Por pse nuk shkove ti në polici, të kërkoje të drejtën dhe të vije të takoje djalin? Gjukata më thamë fillim gjyqit, më tha që përfundim gjyqit, kur të përfundoj krejt, gjyqit djalit dhe të lehet një afat, dhe të hapim një kështu, si për 6 muaj, dhe të kesh drejt që kështë ata kështë djalin mrena 6 muaje. Po? Unë kujtova, unë isha vëdishme se djalin dhe të majnë prindrit ati,
Po. Edhe unë djalin dhe ta atakoj mrena 6 muajsh. Mi fjalë, ishin katunar, edhe thash, aq ma mirë që ta bëjmë prindrit e ati djalin, një kohësi sa të rrugullosh o gjonja, një se së dishe se ku ishe hit, edhe mrapa, unë e takoshe djalin, ose e meshe, unë kret djalin. Po, dhe rrisje ti, e meshe djalin, mrapa. Po jeri ishte puna si as punë s'kishe, as shtëpi s'kishe, as ku me nuk kisha. Por gjykata çfarë vendosi në fund? Se kujdestarinë e djalit, me sa po kuptoj unë, e ka marrë babai. E ka patur Nazmiu kujdestarinë. Po, gjykata në seancat funit gjyqësore nuk më ka njoftu hiç për gjyqin. Nuk e qenë prezente. Jo, s'kam qenë prezente. Dhe gjykata i boni sikur desht vet, Murat Leshi ka qenë gjyqtar, mur lekt, i boni sikur desht vet letra, djalin ma transferoj sa më larg, as me mos e pa, as me mos e ditë se ku. Jo, Majlinda, edhe kom pas debate her mas here, me gjyqtarin Murat Leshi. E dashur Majlinda, më dëgjoj detën, ti e nën dhe sigurisht të dhëm zemra për djalin. Si ja kishe vendosur emrin djalit? Kristian. Se ndoshta sot familja që e ka birsuar mund t'ja ke ndryshuar emrin. Nuk i di. Jo, nuk ja kam ndryshuar, se e komu vendim në gjykatës të Gjirokastës. Siç ja planuar ka djali emrin. Ti ke vendimin e birsimit? Po, kam edhe fotografin e djalit, shumë mirë. Ata i kanë mbajtur emrin Kristian. Tani unë dua të shpjegoj një gjë, por ndërkohë më korrigjon nëse gaboj. Po ajo që unë arrit të kuptoj në historinë tënde është që ti e ke lënë djalin dhe quhet braktisje, ish burri. Nazmiu mund të ketë denoncuar ty për braktisje dhe kujdestaria i ka kaluar automatikisht atit. Ai mund ta kenë mbajtur 2 vite djalin, siç thuaj ti, dhe më pas ka kërkuar ndihmën e shtetit që ta dorëzoj fëmijën në një jetimore se s'ka patur mundësi për ta rritur. Dhe fëmia ka përfunduar në jetimore dhe më pas është birsuar. Kështu dyshoj unë se mund të ketë ndodhur historia. Por ti do ma tregosh çfarë di, si përfundoi djali në jetimore. Kur me thoshte gjyqtari që do të hiqet e drejta prindrore në seancat gjyqit, o deda unë nuk e kam pranu, edhe Nazmiu e gërkote me pa dëmos që të mhiqet e drejta prindrore. Dhe motivi për të hequr e drejta prindrore ishte se ti e kishe braktisur në orët e vona të natës. Po, kam pas konflikte me në seancë gjyqësorit, në seancë aty ku ka qenë të bë gjyqje, derisa ka herë policia dhe policia më kanë vu hegrat mu dhe më kanë fut, si që jam i ndeshtem më kanë fut, ku futen ata si bohen të burgosnit, si kanë bo krimet. E qartë. Se nuk e dosha unë që të më hiqet e drejta prindrore. Unë e matë kohë, se ishe shumë e re, unë gërkoshe që ta majnë të dije prindrit e Nazmiut, fëmin për një kohësi. Por ty tu. Edhe prindrit e Nazmiut ta majnë dhe do të kishin vazhdim takimi her mas herë me djalin, se unë ata e kishe rrit djalin. Dhe djalin në kemi një tradit që fëmija nuk i dahet shtëpis ku i ka lindur koka. Jo, Majlinda, kur nuk e mban dot nëna dhe babai fëmijën, nuk ka detyrim gjyshi dhe gjyshi. Ndoshta ata s'kan patur mundësi ta rrisin dhe nuk e kanë dashur këtë gjë. Ata kanë në vendin gjykate, ata kanë marrë drejtën prindrore. Jo, e ka marrë babai, besoj, Nazmiu. Jo, e po në vendin në gjykatës këtu, të të vetë drejtën prindrore. Jo të drejtën prindrore, kujdestarinë e ka marrë gjyshi dhe gjyshja. Po. Ty tu hoqe drejta prindërore nga gjykata? Po.
s'kom qenë aty hiç kur i kam hekë të drejtën prindrore në seanca gjyqit mu nuk më kanë njoftu hiç. As kur kanë nartë e kanë morë fëmijën në qytet Burrelit, nuk më kanë njoftu mu se fëmija, me thanë gjykata se fëmija do hikin ke qendra bërsimit, a Shkodra, në Gjirokastër, a me të vund vjeni se ku do të shkej fëmija. Por çfarë ndodhi? Pse ish vjera dhe vjeri e dorëzuani jetimore, kur ata kishin kujdestarinë e nipit? Nuk vale djalitet se ato dëshin të shoshin jetimore. Pra ka qenë Azmiu që ka vendosur ky fëmijë të shkojnë jetimore. Po, dëshin ato të qoshin jetimore. Pra e ka kërkuar babai. Po, vetë ka kërkuar. Si e mësove ti e dashur Majlinda që djali jot Kristiani përfundoi në jetimore? Po deta unë qishtë e kom morë vesht që djali ka hik, po e kom morë vesht me vones mas një kohë gjatë, që djali nuk është më më fshat të ngurët madhe, e kom morë vesht shumë me vones, mrapa kom vazhdu, kom shku në gjykat Burrelit, i kom bo kërkes Murat Leshit më tregu ku e qove djalin tim, të shkoj për ke Ministria Drejtësisë në Tiranë. Atëhere, kom shku Shkodër, jo mbi 4-5 herë kom shku Shkodër. Ata me përshin shpjegim, shefën kontroloshin kompjutra, i qoshe ato certifikatën, me fotografi me gjitha, më thoshin nuk i ke këtu, t'jeshe sigur që këtu nuk i ke, se na imi të kënaq, kur vjen nana gërko fëmin dhe dhe të atakoj fëmin. E qartë, kuptoj. Më përri kom shku, ke qendra bërsimit në Tiranë, kom shku 2 herë. Nuk me kam dhënë asnjë një lloj shpjegimi. Kom bo kërkes qendrës bërsimit, pas di se kam një dosje letra këj për zotin. Komuniteti i bërsimit, kom bo kërkes, më thëmë përgjigje se nuk di me të dhanë shpjegim se ku ka shku. Mrapa duke hec mosha, duke i mor gjajat pak ma shtru, thash njeriu kush përngullet nga djenja civile, kush ka, edhe ka mor mirë në telefon, një si punon djenja civile, në ma ka dhanë që ti fëmin ka shku në Gjirokastër. Ishte regjistruar në Gjirokastër. Kam mor rrugën aty në Gjirokastër, kam shkuar kam kërku në Gjirokastër, kam kërku për dritëreshën si ma kishte bërsu fëmin, më thanë që nuk ka këtu në Tiranë. E kam lanë atë bitë, kam shku prap, e kam kërku në Tiranë. Nuk pranote me del me të taku. Po, një punojse atë më tha, dise puna më tha, unë do të tregoj drejt, tha se fëmin tanë tha, e ka morë tha një qift italian. Është i bërsu, tha një Itali fëmija jëtë, e ka mu një qift italian. Atëhere, prap mas një kohë si, kom shku ke gjukata e Gjirokastrës, kom morë vendim në gjukatës, i kom pasë se kush o qift italian, se kishin lajnë fotografi aty, edhe fotokopjet të kocinditetit me ditlindje. Në çfarë qyteti të Italisë janë bërsuar? Numrin e shtëpisë ku jetoshin në adresa. Itali. E në mi herë sa kom morë ato, kom morë rrugën për Itali, kom pre biletën, kom hik në Itali. Në çfarë qyteti? Ku shkova bitë shtëpia ku kishe numrin e shtëpisë. Majlinda më dëgjon çfarë qyteti? Në qytetin Krema. Po? E kishte shit shtëpinë aty. Edhe më thajë punësja shtëpisë si shkoj pyet sa ke regjistrimet si regjistrohen shtëpia, tha se aty mund ta gjesh, tha se ai tha ka hik, tha ke pallatët tha si quhet Porta Nova, atje në Itali. E qartë, ti gjete adresën e re të prindërve birsus të djalit. Po. Arriti ti takoje? Jo, nuk arrita ti takoje, i murë ajo në telefon, zyra agjensia i murë në telefon, edhe i tha ti babës si ka rrit djalin, i tha kështu tha ka ardhë
një gru tha nga Shqipëria, kërkon tha që të takon tha se kështu tha për një fëmijë tha që quhet Kristiani, e pranoj, tha po, djalin e ka mu, tha, djali e di se origjinën e ka tha nga Shqipëria, tha po për pak tha do të morëm telefon. Pra ai kishte treguar djalit që ishte nga Shqipëria dhe kishte birsuar në Shqipëri Kristianin. Po. Po. E tha ma jep numrin në telefonit të personit, i dha jo numrin e burrit tim di italisht, edhe mori burrin tim, edhe i tha burrit tim, tha si, djali është këtu, Kristiani, tha, e di prej ardhjen se ka, tha, për pak, tha, do të morë, tha, për një gjysore, një orë, tha, do të morë, tha, në telefon, tha, se nuk është, tha, këtu. Po. Edhe në morë në telefon, foli para me ta, janë zjerin telefonën, në filloj, foli o Krist, është momi jëtë, ka lind, ka rrit. Ti foli me djalin? Po, se si ka në historia i tha, e do të bashkohi dhe do të shpjegoj mami se si ka qenë puna, i tregoj, unë jam babi ke 2 vëllezër dhe 1 motër, jam babi ateve, edhe ti do t'jesh sikur fëmijët si ka mu, i tha burim, tha unë të lutëm, pa të prish jetën të ju, pa të prish asë një lloj pune, kemi morë rrugën nga Shqipëria për marrë me të taku të ju, do të takojnë dhe dhe hikim për Shqipëri, asë një lloj gjoje. Ty, kur do si të mushët menja, me gjithë nanën e babën si ke, dherë në hap të ke, vish se ke nanën, ke 2 vëllezër dhe 1 motër, po ta dish o Krist se nana jote është shumë stres për ty natë ditë. Kjo ka 3 fëmijë, po sikur ti. Nuk. Dhe si reagoi djali? I pari dhe të ngelesh. Si reagoi Kristi? Çfarë i tha Kristi? Ai tha faleminderit. Unë tha, të vita edhe dhe të takoj. Po gjoja ma kështu që folte ajo nana që të arrit, folte nga unë tjetër e telefonit, se ishte të në gjuhë telefoni, folte ajo dhe në vigjote. E le diçka që mund t'ja thote ajo, e cila drua jo kishte frikë që unë dhe të takosh edhe. Po, asnjëherë unë thjesht vetëm dësha ta takosh dhe ta shifshe. Se unë ka bozot i mrekulli, unë i kam 3, venin e ati mos ma zekur, kun unë jam stres në të ditë nuk u hiqet tronsh. Majlida, çfarë ndodhi? Ajo ishte telefonata e parë dhe e fundi që realizove, më pas nuk u lidhe më me djalin? Po, mrap fik, sa e më sheli telefonin me ta, unë kishe në shishe ujë, mrap fik, koka për bërture, dhe ai burri tha që a ka rrip tha, unë do ta bin Tiranë tha. Do të vi tha, do ta sjell tha në Tiranë tha, që ta shofsh dhe të rish me ta. Ai vetëm më tha qatë fjellë, dhe as telefonat, as me e pronë Tiranë, as i në gjëmës nga laguma. Unë nuk jam rëgë që dhe gjatë shjetëve të një që zonë të gjokë së më lasë shpirti për ta. Sa a ju ka pas letëve të shpo. Unë së më zë shpirti vëna të ditë për ta. Unë ka përmalli shumë për ta vetëm shumë vjezën të shumë. Dashur Majlinda. O të të luqe, o të tjetë rëbi ma shtrejnë të jetës nime të tjetë, o të ti prindrit. Vetëm ta shumë i herë, vetë i herë të shumë, se s'kom për të ndërhyrë jetën ati. Nëse e pret goca, nëse e presin di quna,
ja ka bo fotografi, ke mori. E dashu Majlinda, lutem qetësohu, e kuptoj dhimbjen që ke për Kristianin, ai është fëmia i parë, ai të ka bërë për herë të parë nën, por ky takim në Itali, le të themi virtual, se ti nuk e takove, para sa vitesh ndodhi? Para sa vitesh kom qenë? Në Itali, po. Para 2 vjeç, 3 vjeç. Para 3 vitesh, por sot sa vjeç është Kristiani? Me 6 muaj bo 22 vjeç. 22 vjeç, pra është i rritur. Po. Nëse ai do të dëgjonte, do doje ti përcjellje një mesazh? Po, do doje t'ja përcjellje mesazhin. Përsa ti kërkoj falje si mam, gjë kam lindë, kam pru një jetë. Ti kërkoj falje. Ti tham, Kristian, vetëm të takomi me mami, vetëm të të shoh mami herë në sejsa, ka marrë malli më shpirë, ma ke përblu shpirti, në të ditë së më hiqë shtrotë zemra mamit. Në goca, shejtë më, se e ka goca. Përshëndetje zemër. Si, a i me? Mirë. Ju sa vjeç jeni? 14. Ke dëshirë t'i japësh një mesazh vllait Kristianit? Po. Çfarë do i thoshe? Si është ta takoj, të flasim atë, ta dim që është mirë, edhe nuk duam që ta ndajmë nga prindit e tij, vazhdojmë, vetëm duam ta takojmë, ta shohim, sepse mami është stresuar, do ta shoh, normal që është mira i vetë. E duam shumë si unë si dy vëllezërit e tjerë, ne presim ta takojmë edhe kur do që ai tjerë që të doj, le të vijë. Ne presim me ka hapur, të gëzuar, plot dashuri që është të vijë, ta takojmë. Dhe unë ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me vllajin. Faleminderit shumë edhe ty. Mirë, e dashur Majlinda, nuk dua të qash dhe të lotosh, se ndonjëherë pyetjet e mia të kthejnë pas në kohë dhe ke shumë breng, ke plagë, ke dhimbje dhe nuk dua të lëndoj. Unë të premtoj që do bëj gjithçka, do të ndihmoj për të arritur te Kristiani. Ai nuk është i humbur, ai dihet se ku jeton, por uroj që të ketë miq shqiptar, nëpërmjet miqve të arrite kjo video, të ky live jon, të dëgjoj mesazhin tënd dhe të kthej kokën pas dhe të paktën të japi shansin që ta takosh dhe ta kesh një herë në krahët e tua, t'ja ndjesh aromën. Faleminderit shumë Modeta, me zi e pres. Dhe të besoj. Ne do mbeti... Me zi e pres, i pari që është të qetë për mamin e vetë. Për që të ketë nevoj, jem voti atë njani sëj, vetëm të shof me njanin, të shof njanin të morin a i se më ka mërmalli shumë. Qetësohu dhe forca. Dhe uroj që të bashkohesh sa më shpejt dhe me Kristianin tënd. Nuk kam pas me heksim familje time që mund t'jem gëzu pa prezencën ati. Vetëm vërbistet lindjen fëmijëve tjerë, po gjithmonë mene ke ai. Te Kristiani. Mirë, unë të përqafoj, të puth nga Tirana dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Po mirë, shumë faleminderit, të uroj gjithë mirët, sa më shpejt besoj të marrësh një lajm mirë për Kristianin. Faleminderit Odeta. Faleminderit. Të uroj gjithë mirët. E dëgjuam historinë e Majlindës, një histori e dhimbshme e cila e mbylli së bashku me të bijen një mesazh drejtuar Kristianit, një nën që i kërkoi falje të birit dhe kërkonte vetëm ta takonte dhe ta përqafonte një herë. Unë uroj dhe shpresoj që të gjendet Kristiani dhe të kthej kokën pas nga nëna e tij biologjike, e cila për shumë arsye, shumë rrethana u detyrua ta lindte atë natë dhe të largohej, ndoshta jo e rritur në moshë, bëri një veprim që sot
pasojat i ka të mëdha dhe e vuan, ka dhimbje për të mbirin e saj. Dhe uroj me zemër që të bashkohet sa më shpejt kjo nën me të mbirin. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Ne bashkë do të takojmë sërish nesër. Ju e dini ora 10 live jam këtu në YouTube, por nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë e live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim, ku çdo ditë do dëgjoni këto histori, këto rrëfime të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare. Faleminderit, deri takohemi nesër.